Prej qershorit 2023, Elion Mustafaj është drejtues i prokurorisë së Fierit, por sipas dosjeve, ai rezulton një nga prokurorët me historikun më problematik në sistemin e drejtësisë shqiptare. Gjatë viteve 2004-2022, ndaj tij janë regjistruar 60 denoncime, 7 kallëzime penale dhe 2 procedime zyrtare të dokumentuara me prova. Denoncimet e rënda i përkasin 3 viteve të fundit të karrierës së tij, ku akuzohet për lidhje me subjekte të krimit dhe korrupsionit. Në periudhën kur ka qenë oficer i policisë gjyqësore në Durrës dhe më pas prokuror në Korçë, Vlorë, Lushnjë e Fier, Elion Mustafaj është akuzuar për favorizime ndaj zyrtarëve të korruptuar, ndërtuesve pa leje, trafikantëve, kontrabandistëve, pastruesve të parave dhe autorëve të krimeve të rënda. Në vitet 2016-2020, gjatë detyrës si prokuror në Vlorë janë depozituar 7 kallëzime penale ndaj tij. Kallëzimi i datës 25 tetor 2016 për fshehje provash u mbajt peng për më shumë se një vit nga kolegët e tij në Fier, të cilët më 23 dhjetor 2017 refuzuan ta regjistronin si çështje penale. Më 18 shtator 2017 një tjetër kallëzim për shpërfillje të provave dhe të palës pa ditë se u zvarrit për 10 muaj në Fier dhe më pas u dërgua në Vlorë, ku Mustafaj vetë ishte prokuror. Pas 3 vitesh në korrik 2020, çështja u kthye sërish në Fier dhe u pushua për mungesë provash. Më 1 shtator 2020 SPAK regjistroi një kallëzim ndaj tij për 4 vepra penale, por edhe ky u transferua në Fier dhe përfundoi pushuar. Më 3 shtator 2020 një tjetër kallëzim për favorizime ndaj subjekteve kriminale u mbyll pa hetim më 17 shtator 2020. Më 22 qershor 2021 Mustafaj mbylli një dosje pa marrë në pyetje as kallëzuesin as personat nën hetim. Në mars 2021 një kallëzim tjetër në SPAK nga shtetasia me iniciale VT për falsifikim procesverbalesh dhe fshehje provash u refuzua më 6 korrik 2021 pa hetim të thelluar. Në total janë regjistruar 33 denoncime për abuzime me hetime në Vlorë, 15 në Korçë dhe 12 në Lushnjë, ku akuzohet për manipulim të çështjeve penale në favor të personave të fuqishëm financiarisht. Pavarësisht këtij bilancit të rëndë, Elion Mustafaj është vlerësuar shumë mirë nga Prokuroria e Përgjithshme dhe nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Ai ka marrë vlerësim pozitiv edhe nga Drejtoria e Sigurisë së Informacionit Klasifikuar, megjithse disa herë është pezulluar certifikata e sigurisë për kontakte të dyshimta me individ të botës së krimit. Në procesin e vettingut Mustafaj kaloi pa asnjë penalitet në vendimin e komisionit përbërë nga Valbona Sanxhaktari, Firdes Shuli dhe Olsi Komici, aktualisht deputeti PS-s, të cilët janë identifikuar si të afërt me Fondacionin Soros. Ai konsiderohet ushtar politik i strukturave të majta dhe patronazhist aktiv i Partisë Socialiste. Përveç dyshimeve për abuzime të shumta gjatë detyrës, në biografinë e tij profesionale ka mospërputhje të rënda në arsim, periudhat paqarta gjatë vitit të lejes nga KLP-si dhe të dhëna për veprimtari të dyshimta gjatë qëndrimit në SBA. Sipas burimeve, Elion Mustafaj është përfshirë edhe në pazare të mëdha lidhur me hetimin e dosjes Bankers Petroleum, ku dyshohet se ka ndërhyrë për të mbrojtur interesat e kompanisë dhe rrjetit përfshirë në mashtrimet fiskale me dëm 100 milionë euro ndaj shtetit shqiptar. Pamfleti do të publikojë në vijim dokumentet dhe provat që zbulojnë përfshirjen e prokurorit Mustafaj në disa nga aferat më të rënda të tranzicionit, ku drejtësia është përdorur si mburoj për krimin.